Në qeverisjen tonë, arsia do të jetë prioritet qendror. Nga mësimi tradicional do të kalojmë në mësimin kabinetik, ku fëmijët mësojnë nëpër kabinete të specializuara për çdo lëndë. Kështu rritet cilësia e mësimdhënies dhe rritet efikasiteti i mësimdhënies. Për fëmijët 5 deri në 6 vjeç, do të hapim një objekt të ri për mësim parafillor e gjithditor, duke lehtësuar barrën e prindërve dhe duke shtuar kujdesin ndaj fëmijëve. Do të hapim 6 qerdhe të reja në qytet dhe në fshat. Do të dëfishojmë bursat për studentë për t'i mbështetur në rrugëtimin e tyre akademik. Do të përmirësojmë kushtet e punës për mësimdhënësit dhe do të ofrojmë trajnime profesionale brenda hapësirave shkollore, ku mësimdhënësit ushtrojnë profesionin e tyre fisnik. Gjakova ka traditë të pasur kulturore e artistike. Për vazhdimin e kësaj tradite, ne zotohemi që do të themelojmë shkollën e artit aplikativ në objektin e Ishmej Tepe Rushdia dhe ju zotohemi që me lëvizjen vetëndosur në qeverisje do të kemi një arsim shumë më cilësor, të lidhur me tregun e punës dhe të qasshëm për të gjithë.